E sot më shumë se kur dhe më shumë se çdo gjë tjetër, ne si besimtar, ne si musliman, si qytetar të vendit kemi nevojë për sinqeritet me Zotin, me Allahun xhaleshan. Ai është raporti i parë më i rëndësishëm. E pastaj për sinqeritet edhe me vetët tona me njëri tjetrin. E ka bërë Allahu xhaleshanu sinqeritetin kaq të vlefshëm, edhe kaq të rëndësishëm, sepse pas sinqeritet nuk shkon jeta. Imagjino bashorti me bashortën, po mos jetë sinqert me njëri tjetrin. Prindi me fëmijën ndan asjellas. Ortakët kur punojnë me njëri tjetrin mos ketë sinqeritet, sa e lodhshme bëhet jeta. Sa shkatërruese. Të rish në çdo moment mendosh me çim do flasësh ma ka me hile, subhanallahu. E besimtari që është besimtari mirë, ashtu siç është i rëndësishëm duke kuptuar rëndësinë e sinqeritetit që kanë marrëdhënien dhe raportin me Allah, ashtu do ta ketë sinqert zemrën dhe shpirtin dhe ta ushtrojë sinqeritetin në marrëdhënie me njerëzit.